Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga letra sibile të dashurisë. Çfarë thonë këto mesazhe me letra sibile? Pra disa mesazhe nga letra sibile. Ky është një person shumë i rëndësishëm tek pjesa e lajmeve të drejtësisë. Pra ju do të merrni një lajm tek pjesa e drejtësisë. Një gjykatës, një hetues, pra një avokat, që do t'ju jap një lajm të rëndësishëm. Kjo letër tregon për pjesën e bollokut. Ju do t'ju vi një bollok i madh financiar në jetën tuaj. Jeni pak i izoluar, pak i lidhur në pjesën tuaj shpirtërore. Pra jeni pak i mbyllur në botën tuaj shpirtërore. Dhe keni këtë pakënaqësi brenda vetes tuaj. Por shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë dhe në jetën tuaj do të vinë surpriza fantastike. Mund të vinë një fëmijë, mund të vinë një bollok i madh financiar, pra mund të vinë mrekulli të mëdha. Ju jeni një person shumë tisnik, një person besnik, një person që dini të mbani sekrete, një person shumë i besuar në shoqërinë tuaj, në familjen tuaj. Jeni shumë tek pjesa e melankolisë. Ju prisni anijet tuaja në këtë det kaltërosh që të vinë të mbushura plot me bollok. Kujdes sot nga njerëz me maska, kujdes nga njerëz që janë dy fytyrsh, që janë njerëz pak falso, të shtirur. Në jetën tuaj do të vinë suksese në çdo aspekt, në pjesën e bollokut, në pjesën e dashurisë do të vinë suksese, do të vinë një energji e madhe pozitive, e mbushur plot me bollok. Ju jeni një person shumë familjar, që e doni familjen tuaj. Jeni një person bujar, që bëni gjithçka në familje. Por sot duhet të keni kujdes nga njerëz që ju hiqen sikur janë miq, por në fakt janë armiq tuaj, që ju vendosin shpatën mbas shpine. Keni kujdes nga këta njerëz. Këto ishin disa mesazhe nga sibile për ditën e sotme. Faleminderit shumë miqtë e mi. Bëni subscribe, një thank you, një zemër e një like poshtë videos për të më suportuar t'ju bëj video sa më të bukura.